të jemi mirënjohës ndaj Allahut lartësuar për ato mirësi që na ka dhënë. Të mundohemi t'i përjetojmë këto mirësi që na i ka fali madhi Zot. Po ashtu, gjithmonë mos e harro atë rregullin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili porosit që mos shikojmë ata që janë lart nesh, por të shikojmë ata që janë poshtë nesh. Vlla dhe motër, ti që ke mundësi të flesh gjumë, sa njerëz sot në ditët tona janë të privuar nga kjo mirësi. Sa njerëz nuk kanë mundësi të flenë gjumë. Sa njerëz në ditët tona ndrojnë jetë, nuk kanë mundësi më të zgjohen, ndërsa ty të ka begatu Allahu i lartësuar. Ti fle gjumë edhe çohesh prej gjumi. Sa njerëz ne i kujtojmë shumë afër që e tërmeti. Në disa vende ndodhen tërmete. Ata ranë në gjumë, por nuk u zgjuan më. Ndërsa ti, elhamdulillah, falënderimi takon Zotit gjithësisë, fle gjumë dhe çohesh. Përmende